Gjashtë arsye pse nuk duhet ta përdorni telefonin ndërsa jeni në tualet. Sipas një sondazhi britanik, një person mesatarisht në Britani kalon më shumë se 3 orë në javë në tualet. Brightside ka paralajmëruar arsyet kryesore pse nuk duhet të kaloni më shumë se 15 minuta në tualet. Telefonat janë edhe shpesh kënaqësi e lojrave për mikrobe. Telefonat mund të kthehen edhe të mbartin mikrobe me shumë sukses. Studimet kanë treguar se personat që qëndrojnë në tualet me telefon mund të dëmtojnë celularin e tyre me mikrobe të pranishme në të dhe mund ta kontaminojnë atë. Hemoroidet mund të jenë një çështje tjetër. Qëndrimi në tualet për mbi 15 minuta do të shfaqë problemin e hemoroideve. Ju nuk keni nevojë t'i kushtoni vëmendje edhe telefonin ndërkohë që jeni në tualet, por duhet të përqendroheni në atë që po bëni për të evituar problemet, sidomos edhe në pjesën fundore. Trajtimi i kohës në tualet me telefon është një mënyrë që mund t'i ikë realitetit, por gjithashtu të ndikojë negativisht edhe në jetën tuaj.